thy narracionin në Kosovë se duhet të gjithë kundër dikujt ose të gjithë kundër të gjithëve. Pra ka qenë ndër të parët, sepse pastaj kena pas edhe të tjerë liderë që kërkuan takime, kërkuan një bashkëpunim për të dalë nga ky ngërç. Mirë po fillimisht e dim që Fatmir Lima i tha me shumë guxim që duhet më ullë me bisedu, sepse për mbi interesat e partisë, ishdash se cilin sot kur kemi përvjetor, pra përvjetor të shlirimit, ishdash me nadhim të shumë vendi, pra ishdash shteti me mendu. Se sa apo fiton, apo po i hum 2 deputet ma shumë. Pra është absurde. Personalisht e mendoj që është shumë absurde me mendu sot se një subjekt politik nëse do të hymë edhe njëherë në një cikël zgjedhor, a i fiton apo i hum 2 deputet më shumë ose më pak. Por çka humb vendi? Pra na kena humb shumë edhe në këta muaj, sepse Kosova nuk ka organe, nuk ka institucione funksionale. Pra ka qeverinë detyrë ku mbeten disa aspekte keq. Mirë po, gjanat kryesore të cilat rrjedhin nga parlamenti janë në ngecje. Pra nuk mundesh me pas një iniciativë serioze, mirë po, as shtetet e tjera nuk të marrin seriozisht nëse ti nuk ki një qeveri funksionale që e ka një mandat. Pra ne kena kalu një cikël zgjedhor, u lavdruam nga gjithë faktorin ndërkombëtar se na jena mësu mi bos zgjedhje të mirë, pra e kena një demokraci që e kena konsolidu, po duke që aty tani kena ngesë, ose kena marrë mësysh me thonë popullore. Sepse këtë herë duke që Kush ka mujt me në ra mësysh? Pak mësysh për i rajoni, sepse zakonisht e kanë një farë problematike, krej shtetet në rajon të procesi kur rezultatet vinë, pra nuk hezitojmë i pranu. Kosova nuk e ka pas këta. Fatbarësisht na dije që kena prodhu demokracin prej viktimizimit edhe prej ngjarjeve të tërishta të cilat na kanë ndodhur, pra liria nuk ardhë befasisht, po ka ardhë me shumë viktima, me shumë dëshmor, ku sot po i festojmë ditët e shlirimin, ndërsa kena haru krejt, ku kemi qenë para 26 viteve. Edhe po diskutojna, jena të mendu një interes shumë ngusht, se cili subjekt politik, po del ma pak me dignitet nëse i afrohet një subjekti politik tjetër. Edhe njëherë, po e ri përsëris. Këtu është kalkulimi i gjitha subjekteve? Të gjitha subjekte politike, nëse nuk e thojnë publikisht, pra, kur na rrim me njëri tjetrin, e thojnë se nëse kalojna në zgjedhje, mundemi me hub disa, do më thonë, të elektorati, pra tek militantët, sepse unë sot mendoj se gjithë qytetarët janë të evrojtu edhe janë të gjikun njajtë. Pra, Izmaku thoni që bisedat jashtë mikrofonave janë që nëse shkohet në zgjedhje kush do të fitoj më pak e kush më shumë. Po kjo besoj që nuk është hiç diskrete, do më thonë, nuk është diçka që duhet me qenë konfidenciale. Qytetarët në Kosovë, qytetarët tonë, e bashkë qytetarët tonë janë shumë të politizuar, pra gjithçka rreth jetës së tyre ende sillet rreth politikës. Nuk është e mundur më ullë në një vend, në një lokal publik, ose me qëndru diku në një objekt ku nuk diskutohet se çka po ndodh me kuvendin. Nëse unë shkoj me blej bukë në një market ose kudo që shkoj, dikush ka më pyet, heja, doni me bëu më këtë kuvend? Pra, nuk është më me dallu një fajtor se cili e kena fajin. Aty dije që subjekti politik duke fillu prej subjektit të parë, që ka dalë me numër më të madh të deputetëve dhe me radhë se cili është ngarkohet me një faj. Por në këtë drejtim, po them edhe njerë, do ta përmend faktin që të parët në këtë histori, në këtë tregim të ri politik, nisma i ofroj mundësinë që t'i ofroj 3 votat e veta për me dalë nga ngërgji, por nuk mjafton. Do t'i diskutojmë në detaj qëndrimet sa i përket kësaj çështjeje, po në vazhdimsi përveç qëndrimeve online, komenteve, bisedave me qytetar, neve mediave që tentojmë t'ju mbajmë në llogari, po ka edhe